Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë do na thon letrat tarot për 12 shenjat e zodiakut për këtë ditë të enjte, 6 gusht 2026. Ju faleminderit e ju uroj një ditë të mbar. Dashi, letra e tarotit për sot dash, 7 kupat e përmbysura. Kjo letër të fton të përballesh me një të vërtet që ndoshta nuk është ajo që do doje të dëgjoje dash. Me hënën në dem, vëmendja jote drejtohet veçanërisht tek çështjet financiare. Mund të jetë koha për të parë më qartë situatën ekonomike dhe për të marrë vendimet më të maturuara. Edhe kur gjërat financiare duken shumë mirë, gjithmonë nevojitet një dozë praktikimi dhe kujdesi. Mos u mbështet vetëm tek ajo që duket në sipërfaqe. Sot, kur të kontrollosh gjërat që kërkojnë vëmendjen tënde, shiko pamjen e madhe, por mos harro dhe detajet e vogla. Një pagesë, një shpenzim apo një detaj financiar që duket i parëndësishëm mund të ketë më shumë rëndësi nga sa mendon. Dhe mesazhi i letrave 7 kupa të përmbysura. Shiko realitetin me sy të kthjellët, mos u humb në dëshira apo iluzione dhe merr vendime financiare me mendje të qartë. Demi, letra e tarotit për këtë të enjte, mbretëresha e kupave. Dem, ti ke një zemër të madhe dhe këte tregojnë veprimet e tua. Më 6 gusht, letra jote e tarotit është mbretëresha e kupave, një letër që lidhet me dëmshurin, ndjeshmërin, kujdesin dhe dashurin e sinqert. Sot ke shumë ëmbëlsi për të dhënë dhe mund të jesh një mbështetje e rëndësishme për dikë që po kalon një moment të vështirë. Mendo pak, kush në jetën tënde ka nevojë për një shpatull ku të mbështetet? Të jesh pra një miku nuk do të thot vetëm të presësh që ai të thot se ka nevojë të flas. Ndonjëherë mjafton ta kujtosh dikë dhe të bësh ti hapin e parë. Dërgoj një mesazh, telefonoje ose thjesht pyete si je, a ke nevojë të flasësh? Një gest i vogël nga ana jote mund të ketë një ndikim shumë të madh te dikush tjetër. Dhe mesazhi i letrave tarot, mbretëresha e kupave, mos e mbaj dashurinë dhe kujdesin vetëm brenda zemrës, shprehi ato. Sot prania jote mund të jetë pikërisht ngrohtësia që dikush ka nevojë ta ndjejë. Binjakët, letra e tarotit për sot binjak, 2 shpatat e përmbysura. Binjak, ti je gjithmonë duke menduar dhe kjo është një nga pikat e tua më të forta. Ku përballesh me një zgjedhje të rëndësishme, nuk las një mundësi pa shqyrtuar dhe përpiqesh të mendosh çdo skenar të mundshëm. Po letra sot e tarotit, 2 shpatat e përmbysura, tregon se mund të jesh pranë një vendimi shumë të vështirë. Mund të ndihesh i ndarë mes dy rrugëve ose të kesh mendime kontradiktore që nuk të lejojnë të shohësh qartë se çfarë duhet të bësh. Për këtë arsye, sot merr pak kohë për veten. Shkruaj mendimet, idetë, friktat dhe mundësitë që ke përpara, mos i mbaj të gjitha në kokë. Mendo me qetësi për gjithçka që duhet të zgjidhësh dhe mos u nxit të marrësh një vendim vetëm për t'i dhënë fund pasigurisë. Kur të marrësh vendimin, mos shiko më pas. Besoj i zgjedhjes që ke bërë dhe vazhdo përpara. Mesazhi i letrave tarot, 2 shpatat e përmbysura, thonë, qartësia vjen ku përballesh me atë që ke shmangur. Mendoje mirë vendimin, por pasi të marrësh atë, mos lejo dyshimet që të kthejnë përsëri në të njëjtin vend. Gaforia, letra e tarotit për sot, 3 shkopinj gafore. Ti nuk e pëlqen gjithmonë ndryshimin, por kur vjen momenti për të bërë një hap të rëndësishëm, ti angazhohesh dhe ecën përpara me vendosmëri. Këtë periudhë po pret me padurim një ndryshim të ri në jetën tënde. Dhe letra jote e tarotit për sot, 3 shkopinj, sjell një mesazh shumë pozitiv. Një fillim i ri mund të jetë duke u afruar. Mund të ndodhë diçka që të nxjerrë nga rutina dhe të hap një rrugë krejt të re. Ndoshta një njohje e re do të vijë përmes rrethit të miqve të tu. Ky person mund të të prezantojë një mundësi interesante, një ide, një projekt apo një situatë që mund ta ndryshojë drejtimin e jetës tënde. Mos e refuzo menjëherë vetëm pse se duket diçka e panjohur. Ndonjëherë mundësitë më të bukura vijnë pikërisht në momentet kur nuk i presim. Mesazhi i letrave tarot, 3 shkopinj. Shiko përpara me besim, një derë e re mund të hapet për ty përmes një personi që i papritur në jetën tënde. I hapur ndaj ndryshimit sepse rruga e re mund të të çojë më larg nga sa e imagjinon. Luani, letra e tarotit, ylli i përmbysur Luan. Nëse kohët e fundit po përballesh me një mungesë besimi ose shprese, mos u dekurajo. Mund të kesh kaluar një periudhë ku gjërat nuk kanë shkuar sipas dëshirës, por kjo nuk do të thotë se ardhmja jote do të jetë e njëjtë. Dielli vazhdon të jetë në shenjën tënde, duke të sjellë energji dhe duke të dhënë mundësinë të mësosh disa leksione të rëndësishme që do të shërbejnë në të ardhmen. Letra e tarotit, ylli i përmbysur, të kujton se situata jote mund të ndryshojë. Edhe nëse sot nuk e sheh ende rrugën të qartë, me pak punë, durim dhe përpjekje, gjërat mund të përmirësohen gradualisht.
Mos priti diçka të ndryshoj brenda natës, vendos një plan që përputhet me dëshirat dhe nevojat e tua dhe puno hap pas hapi për ta realizuar. Me të gjitha, mos e përpik të bësh dikush tjetër vetëm për të përshtatur me pritshmëritë e të tjerëve. Mesazhi i tarotit ylli i përmbysur. Mos e humb besimin te vetja, e ardhmja mund të ndryshojë nëse ti vendos të veprosh. Ndiq rrugën tënde, qëndro besnik ndaj vetes dhe mos haro se edhe ndryshimet e vogla mund të sjellin rezultate më të mëdha me kalimin e kohës. Virgjëresha. Letra e tarotit Virgjëresh 10 kupat. Ti je një person shumë i kujdesshëm dhe i përpikt Virgjëresh. Gjithmonë mendon për hapin e radhës dhe për mënyrën më të mirë për ta bërë çdo gjë siç duhet. Por pikërisht kjo aftësi për të menduar me kujdes dhe për të planifikuar të çon drejt asaj që kërkon më shumë, lumturisë dhe qetësisë së brendshme. Sot mund të jetë momenti për të thënë lamtomir një zakoni të së kaluarës, edhe se në fillim të duket e vështirë të heqësh dorë prej tij, ky ndryshim mund të sjellë një ndjesi të madhe paqeje dhe lehtësimi. Letra e tarotit 10 kupat është një simbol shumë i bukur i përmbusjes emocionale, lumturisë dhe harmonisë shpirtërore. Ajo të tregon se po ecën drejt një gjendjeje ku zemra dhe mendja mund të bëhen në një ekuilibër. Prandaj mos ki frikë nga zgjedhjet që duhet të bësh sot. Edhe nëse një vendim kërkon të lësh pas diçka të njohur, mund të jetë pikërisht ajo që të duhet për të krijuar një të ardhme të qetë. Dhe mesazhi i letrave tarotit 10 kupat, lëre pas atë që nuk të sjell më lumturi. Zgjedhjet që bëhen me sinqeritet dhe me zemër të pastër mund të çojnë drejt një përmbusjeje të vërtetë emocionale dhe shpirtërore. Peshorja, letra e tarotit për sot peshore, bota e përmbysur. Peshore, disa gjëra kërkojnë kohën e tyre, mund të përpiqesh të shtysh një afat ose ta detyrosh një situatë të përfundojë më shpejt, por kjo mund të kthehet kundër teje. Nëse je i shqetësuar sepse një projekt ende nuk ka përfunduar, atëherë letra jote e sotme, bota e përmbysur, ka një mesazh të qartë për ty. Vonesa është pjesë e rrugëtimit tënd. Ndoshta diçka nuk po ecën me ritmin që dëshiron, por kjo nuk do të thotë se po shkon në drejtimin e gabuar. Ndonjëherë një vonesë ndodh sepse nuk është momenti i dur për ta mbyllur atë kapitull. Mos e përpik ta detyrosh situatën, përdore këtë kohë për të kontrolluar detajet, për të korrigjuar atë që duhet dhe për të përgatitur më mirë. Kjo periudhë mund të jetë një mësim për besimin dhe durimin, jo çdo gjë duhet të ndodhë menjëherë për të qenë e suksesshme. Mesazhi i letrave tarot, bota e përmbysur, të thotë, mos e shih vonesën si dështim. Ndonjëherë universi të kërkon të presësh pak më gjatë, sepse ajo që po përgatitet ka nevojë për kohën e vet. Beso procesin dhe mos e humb durimin. Akrepi, letra e tarotit për sot, mbreti i shkopinjve, një letër që lidhet me leadershipin, vendosmërinë, ambicien dhe aftësinë për të udhëhequr të tjerët. Këtë periudhë shikoje veten si dikë që është në një mision për të mësuar gjëra të reja dhe për të bërë gjithnjë më i fortë në mënyrën se si udhëheq dhe frymëzon të tjerët. Mos mendo se duhet të dish gjithçka që tani. Një udhëheqës i mirë është gjithmonë duke mësuar, prandaj këtë të enjte zgjidh një aftësi të re që dëshiron ta zhvillosh. Mund të jetë diçka që lidhet me punën, një hobi, komunikim, një aftësi krijuese apo diçka që të ndihmon me rritjen personale. Mos u dekurajo nëse kërkon kohë, çdo aftësi e re kërkon përkushtim, praktikë dhe përpjekje të menduar mirë. Koha dhe energjia që investon sot tek vetja do të shpërblehen. Ajo që mëson sot mund të jap më shumë siguri dhe fuqi nesër. Dhe mesazhi i mbretit së shkopinjve, investo tek vetja, mëso, rritu dhe zhvillo aftësitë e tua. Leadershipi i vërtet nuk vjen vetëm nga talenti, por nga përvoja, përkushtimi dhe dëshira për të bërë çdo ditë e më i mirë. Shigjetar, letra e tarotit për këtë të enjte, perandoresha, një simbol i fuqishëm i bollëkut, begatisë, rritjes dhe mundësive të mira. Ti konsiderohesh një nga shenjat më me shumë fat në zodiak, pasi udhëhiqesh nga Jupiteri, planeti i zgjerimit, optimizmit dhe mundësive. Sot mund të kuptosh se intuita jote për një situatë të favorshme ka qenë plotësisht e saktë. Ndonjëherë brenda vetes e ndjen kur diçka është e rëndësishme dhe kur duhet të veprosh. Nëse prej kohësh ke pasur një ndjesi që të shtyn të bësh diçka të rëndësishme, mos e injoro. Dëgjoje atë zë të brendshëm dhe shikose ku të çon. Mund të jetë një mundësi në punë, një vendim financiar, një njohje e re ose një hap personal që e ke shtyr prej kohës. Mos qëndro vetëm duke menduar, vepro, kur intuita të jep një sinjal të fortë dhe rrethanat të favorizojnë, ndonjëherë duhet vetëm të marrësh guximin dhe të bësh lëvizjen e parë. Mesazhi i letrës tarot perandoresha, besoje intuitës dhe lejoje bollëkun të hyjë në jetën tënde. Një mundësi e favorshme mund të jetë më pranë nga sa e mendon.
Kur zemra dhe instikti të tregojnë drejtimin, mos ki frikë të bësh hapin e radhës. Bricjapi, letra e tarotit Bricjap për këtë të ejnëte mbreti i kupave i përmbysur. Më 6 gusht, bëj kujdes me mënyrën si të flasin njerëzit për rreth teje Bricjap. Letra jote e tarotit mbreti i kupave i përmbysur lidhet me manipulimin emocional dhe me përpjekjet për të kontrolluar dikë duke përdorur ndjenjat. Gjatë një bisede dikush mund të përpiqet të prek emocionalisht ose të bëjë të ndihesh në faj. Jo domosdoshmërisht për arsyet e duhura. Mund të ndodhë dikush të përpiqet të bindë të mendosh në një mënyrë që të biesh ndesh me parimet e vlerat e tua personale. Mos lejo emocionet e momentit të bëjnë të ndryshosh qëndrim vetëm për të kënaqur dikë tjetër. Dëgjoj ato që kanë për të thënë të tjerët, por mos harro të dëgjosh edhe zërin tënd të brendshëm. Sot është e rëndësishme të qëndrosh i palëkundur në bindjet e tua. Nëse diçka nuk të duket e drejtë, mos u ndjej detyruar ta pranosh vetëm sepse dikush po përpiqet të luajë me emocionet e tua. Mesazhi i tarotit mbreti i kupave i përmbysur tregon: jo çdo emocion që të transmetohet duhet të bëhet përgjegjësia jote. Ruaj qetësinë, vendos kufi dhe mos lejo askënd të manipuloj përmes fajit, frikës apo keqardhjes. Ujori, letra e tarotit për sot ujor, krye priftëresha. Këtë të ejnëte, intuita jote është veçanërisht e fortë. Letra jote e tarotit, krye priftëresha të kujton të lidhesh me zërin tënd të brendshëm dhe të kushtosh vëmendje asaj që intuita apo përpiqet të thotë ujor. Sot mund të kesh një ndjesi të fortë për një person, një situatë apo një vendim. Mos e injoro. Ndonjëherë brenda vetes e dim përgjigjen përpara se të kuptojmë me mendje. Në 6 gusht, pak qetësi dhe kohë vetëm për vetëm, mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet. Nëse mundesh, largoju për pak zhurmës, telefonit dhe shpërqendrimeve dhe dëgjoj mendimet e tua. Por nëse nuk arrin të gjesh qetësinë, që kërkon mos u shqetëso, një zë i vogël i brendshëm mund të dëgjohet dhe me zhurmës më të madhe. Ajo që ka rëndësi është të jesh i gatshëm ta dëgjosh. Mesazhi i letrave të krye priftëresha. Mos kërkoj gjithmonë përgjigje jashtë vetes, ndonjëherë intuita jote e di rrugën përpara se mendja të ketë gjetur fjalët për ta shpjeguar. Hesht pak, dëgjoj dhe beso në atë që ndjen. Peshqit, diçka e ëmbël, e qetë dhe pozitive, duke se po afrohet në jetën tënde. Letra e tarotit për të ejnëte është 4 shpatat, e cila lidhet me qetësinë, paqen dhe një rezultat të butë që mund të vijë pas një periudhe pritjeje. Ti ke shumë dëshirë të shohësh një situatë në jetën e një miku dhe të ndryshojë për mirë. Lumturia e njerëzve që do shpesh bëhet edhe lumturia jote. Më 6 gusht mund të marrësh një lajm të mirë për një mik. Mund të jetë një sukses, një mundësi e re, një lajm që e ke pritur prej kohës ose thjesht një zhvillim që e bën të ndihet mirë dhe e lumtur. Kur ta dëgjosh këtë lajm, mos e minimizo dhe mos e kalo me indiferencë. Gëzo sinqerisht dhe për të dhe festoje së bashku me të. Ndonjëherë të jesh pranë dikujt në momentet e tij të bukura është po aq e rëndësishme sa të jesh aty ku ai ka nevojë për mbështetje. Mesazhi i letrave 4 shpatat, paqja dhe lajmet e mira janë më pranë nga sa mendon. Gëzo për njerëzit që do, sepse një moment i bukur në jetën e tyre mund të sjellë edhe dritë e gëzim në zemrën tënde.